Kjo periudhë fundviti po shoqërohet me aktivitete të ndryshme bamirësie për t'ua bërë më të bukura festat kategorive në nevojë. Një nismë e tillë u more edhe nga babai trevave të Memaliajt. Haxhi Baba Admir Selmani ka shpërndar pako me ushqime për familjet në nevojë të kësaj zone. Le të bëhemi model i dhënies së ndihmës për gjithë shqiptarët, u shpreh ai ndërsa përcolli urimin për festat. Për mua është kënaqësi që kontribuoj sadopak në familjet në nevojë në bashkinë ku unë jam lindur dhe shpresoj që të gjithë ato njerëz që kanë mundësi le të kontribuojnë sadopak në familjet në nevojë, sepse dhënia e zekatit është një nga 5 shtyllat kryesore që ka caktuar Zoti. Kështu që le të bëhemi modeli i dhënies sadopak të njerëzve në nevojë. Me këtë rast dhe unë uroj një vit të mbar për të gjithë familjet në nevojë, për gjithë shqiptarët kudo që janë në botë, pse jo në botën mbar. Në shpërndarjen e pakove, ai u shoqërua edhe nga kryetari i bashkisë Albert Malaj, i cili e falenderoi për gjithçka ka bërë në mbështetje të komunitetit. Barditi, unë të falenderoj për gjithçka ke bërë dhe po bën për bashkinë me Malje dhe për gjitha njësitë administrative. Në rastin tënd të falenderoj dhe konkretisht sot për gjithë ndihmat që po jep për familjet në nevojë. Realisht ata kanë të domosdoshme një ndihmë, një përkrahje nga ana, sepse realisht janë familje të pamundura. Unë uroj që viti i ri të sjellë sa më shumë urime, gëzime dhe mbarësi jo vetëm për familjet në nevojë, por për gjithë komunitetin e Maljot, gjithë shqiptarët kudo që ata ndodhen. Unë uroj që festat jenë sa më të lumtura dhe sa më të gëzuara për gjithë komunitetin dhe gjithë shqiptarët. Pakot shkuan për 60 familje të kësaj bashkie.